E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të komentuar pak qëndrimet në fakt që ndodhin në Big Brother me rastin e kësaj dasme. Sonte do t'jetë një dasm që siç duket do t'ketë një seriozitet shumë të madh. Por njeriu që në fakt nuk është gëzuar shumë është Miri. Miri brëm gjatë gjithë kohës ka qëndruar në mendime, ka qëndruar i heshtur, ka qëndruar duke diskutuar me Rogertin, por brënda ti e pash që lumturia nuk ishte fare, dhe më thënë Miri nuk e preferon realisht këtë dasëm. Tani, marrëdhënia mes Selinës edhe Mirit ishte një marrëdhënie që ngriti shumë pikpyetje. Publiku filluan që të hamendsojnë për afrimitetin e tyre, çfarë po ndodh mes atyre të dyve, a krijuan një ndjenjë dashurie, a u krijua një afeksion apo thjesht ishte një njohje, le ta themi, për interesat e lojës. Rogerti, natën e mbrëmshme, me të drejtën e tij, filloi që të hedhë ca hipoteza që Selin i ka vënë syzet gjatë dasmës sepse dëshironte që të shikonte reagimet dhe veprimet e Mirit. Sipas Rogertit, Selin nuk e do Gimbon, por thjesht domethënë është duke vepruar me Gimbon sepse shëndriti erdhi me informacione të plota dhe Selin dëshiron që të pastron imazhin e saj jashtë. Domethënë këto ishin konkluzionet që Rogerti i hodhi natën e mbrëmshme në raport me Selinës edhe martesës së Gimbos. Do me thënë, Rogerti është i bindur që Selina akoma ndjen për Mirin. Unë mendoj që Miri nga kjo situata nuk arriti do të sqarohet në asnjë mënyrë, as në prajme, por as edhe jashtë prajmeve. Ajo që mua në fakt më çudit është pse Miri nuk kërkoi asnjë ditë që të ballafaqohet vetë me Selinën dhe të sqarojnë këtë muhabetin se çfarë në fakt ndodhi mes atyre të dyve. Tani, Miri e ndjen sikur Selina e ka përdor edhe po ja kthen shpinën, sepse sipas Mirit, Miri e ngriti Selinën në lojë, Miri investoi në një farë mënyre në lojën e Selinës, e bëri që Selina të jetë e suportuar, e bëri që Selina të jetë banorja e cila do të kishte super fuqinë brenda shtëpisë së Big Brotherit, dhe pikërisht domethënë në këtë lojë mos të ishte Miri, Selina nuk do të ishte këtu. Kjo është më së e vërtetë. Tani Miri ka qenë nëpërmjet krevatit të famshëm që ndoshta Miri nuk e priste që Selina do ta tradhtonte, Selin arriti që të merë vëmendjen dhe të del në çdo prajm. Dhe me hyrjen e Gimbos, Selina u afrua me Gimbos sepse gjeti botën e përbashkët. Normalisht tani ato të dy janë pothuajse një moshë afër dhe japin kënaqësi njëri tjetrit, japin pozitivitet njëri tjetrit dhe kjo gjëja Selinën e ngriti dhe suportoi jashtëzakonisht shumë në lojë. A është ndjenja e Mirit ajo që Miri e ka thënë, apo Miri vërtet ndjen tjetër gjë brenda vetes së tij, por duhet ta pranon se në fund të ditës as nuk ja ka shprehë dhe as nuk ja ka thënë, kjo do të mbetet për të kuptuar, sepse edhe Luizi, kur hyri brenda në shtëpi, hodhi dyshimet mbi Mirin se tregoi të vërtetën se çfarë ti ndjen për Selinën, edhe sikur të jetë një emocion, dashurie tregohe, sepse afrimitetin baba dhe bi nuk e kanë patur, sepse Miri me mimikën e tij nuk është se e tregon këtë lloj afrimiteti, nuk është se e tregon këtë lloj qëndrimi kundërdrejt domethënë Selin, por mërzitja e tij dhe gjendja e tij shpirtërore në këtë ditë tregon krejtësisht tjetër gjë. Tani, a do të jetë sonte Miri pjesë e dasmës së Selinës dhe a do ta jetojë këtë dasëm? Këtë gjë do ta ndjekim momentet në vazhdim.